Unë mendoj që Rugova është njeriu më i madh që i ka ardhur Kosovës dhe atje në Belaniku. Është zbriste për në lidhja demokratike e Kosovës, ta kishin vendosur në një kazan plerash, edhe është përthyer në kohën që ai kaloi afër atij. Kush ja bëri? Kush e bëri atentatin? Po ka mundësi këta tuçi kes, ta ishin shumë agresiv në atë kohë dhe shiko, takimi ishte me Solanën. Ja ta mbaroj. Unë mendoj që personazhi më i rëndësishëm që ka nxjerrë Kosova mbas perandorit Justinian, i cili ka qenë Dardan dhe ka themeluar perandorin bizantin. Unë mendoj që Rugova është njeriu më i madh që i ka ardhur Kosovës dhe i pakrahasueshëm me të gjithë tjerët, një mendimtar politik shumë i thellë dhe shumë i padepërtueshëm në mendimet e tij. Nuk është birilonje dot se çfarë mendon. Kur Kosova edhe vetë Shqipëria. Kur ky krijoi degën operative të veprime me financa dhe me ushtrime, atë që u tha këtu me Farkun. Bujar Bokoshi pra kur e krijoi. Bujarit ju la detyra si njeri i shkathët dhe që kishte mundësi ta bënte edhe besnik ndaj deskomtare, ndaj Rugovës, ju la kjo detyrë, me pa e gjatë nga që u fuqizua ekonomikisht dhe kishte një tendencë të imponohesh Rugovës.